Në këto moment do të flasim për ekonominë. I them mirëmëngjes dhe përshëndetem me Daniel Guçe, ekspert ekonomist. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni pranishëm në Report Televizion Knisi, që të kemi në shtypin ditës dhe ju. Ekonomia është shumë fushë e gjerë. Në fakt, ne do të ndalemi tek disa gjëra specifike dhe së pari dieta duke shfletuar shtypin e ditës, për vërtetës në median online edhe nuk e kisha lexuar, më bëri pak për shtypje, ndoshta ishte më shumë si sensacionale, por një rekomandim i Bankës Qendrore Evropiane për shtetet caktuara, nuk di në realitetin me Shqipërinë do ta lidhim, që të mbajë pak para kesh, le të themi për të kaluar dhe një emergjencë ndoshta deri në 72 orë, në një moment kur për një arsye apo për një tjetër, sistemi bankar dhe mund të mos funksionojë që ti shkon atje dhe nuk merr dot para. Si të duket? Në fakt ishte një studim, unë e pash pak a shumë në tërësi, studimi që kishte nxjerrë Banka Qendrore Evropiane, domethënë ishin disa rekomandime të dhëna për qytetarët evropianë më shumë se sa le të themi në thonjza një panik. Nuk duam të përhapim panikë, kemë diskutuar, por që lajmit marrë në disa, le të themi, përveç studimit marrë disa situata si shembull siç ndodhi në rastin e Spanjës dhe Portugalisë, domethënë që pati gjatë muajit po vërtet pati një blackout dhe qytetarët nuk kishin mundësi domethënë të paguanin nëpërmjet poseve, pra POS-ve domethënë dhe le të themi u krijua një lloj kaosi në vetvete, qoftë për ata që kishin le të themi rezervuar nëpër hotele apo struktura të tjera restorante nuk kishin mundësi për të paguar, por kjo le të themi ishte një nga rastet, por marrë dhe rastet tjera siç ishte lufta në Ukrainë, të cilët emigrantët që lëvizin duhet një likuiditet i lëvizshëm paraje, domethënë për të paktën në zonën e atyre që jetojnë në zonën e luftës, po dhe le të themi qytetarët të vendeve skandinave, siç është Danimarka apo Suedia, të cilët le të themi e përdorin shumë pak paranë fizike. Dhe lidhur me rekomandimin që ka dhënë dhe Komisioni Evropian, le të themi në muajin mars, kur i rekomandonte qytetarëve të Bashkimit Evropian që të krijonin një paketë ushqimore për një rast emergjence për 72 orë, pra për mos e përmendur fjalë luftë, por raste emergjente. E njëjta gjë, domethënë ishte një rekomandim i Bankës Qendrore Evropiane ku i sugjeronte qytetarëve që të mbanin në gjendje kesh, domethënë 70 deri në 100 euro apo dollar, që ishte një shumë le të themi modeste, por kjo marr shkas domethënë jo vetëm për këto që përmenda, por duke qenë se le të themi terrorizmi kibernetik apo sulmet kibernetike janë le të themi prezente tashmë, pra si një luftë e re konvencionale. E vërtet. Është ajo e cila që gjithmonë të jemi të përgatitur e përgatit qytetarin në një kolapsim që mund të ndodhë sistemit bankar apo sistemeve të tjera, siç mund të jenë domethënë e-wallet apo platforma të tjera që qytetarët bëjnë pagesa nëpërmjet platformave. Ne këtu në Shqipëri në lidhje me këtë paralajmërim, po ne nuk është se kemi të gjithë paranë në bank, apo nuk është se pagojmë çdo gjë me kartë apo me postë. Kështu që në një farë mënyrë ne mund të jemi më pak të prekshëm edhe nga ky rekomandim. Është e vërtetë në fakt, nëse referohemi një studim që kishte bërë Banka Qendrore në Shqipëri, për 2024 ishte gati 21 transaksione për frym për sa i përket le të themi pagesave elektronike. Pavarësisht se po krijohet le të themi një digitalizim i shërbimeve, qoftë atyre qeveritare po dhe të sipërmarrjes. Akoma jemi larg, domethënë sistemi përdoret më shumë gjatë verës kur kemi edhe shumë fluk turistësh, dhe nëse do marrim le të themi për sa i përket sektorëve që janë ato kryesisht që kryen pagesa elektronike me kartë, pra, nëse është tjetër gjë në fakt pagesa elektronike, tjetër gjë pagesa me kartë. Sektorët e telekomunikacionit ato janë që renditen të para, të dytat janë strukturat akomoduese dhe hotelet, dhe pjesa tjetër pastaj janë shërbimet. Pra domethënë ato që quajmë le të themi pagesat e faturave të ujit, drita, gjëve, makinash, domethënë ato që paguhen më shumë elektronikisht. Kjo është renditja në Shqipëri për sa i përket le të themi pagesave kryesisht me kartë apo dhe pagesave elektronike nëpërmjet e-walleve, portofoleve elektronike. Por si objektiv me ato që kanë lexuar i qeverisë shqiptare është që le të themi brenda 2028-s thuhet se çdo gjë të bëhet me pagesë me kartë apo online, me që janë mënyra të ndryshme, po e them në këtë mënyrë. Pra pak a shumë pa para fizike. Ky në fakt është një objektiv, domethënë dhe pastaj kur vim në raste të tilla, siç është një rekomandim i Bankës Qendrore Evropiane, sigurisht do të mbajmë sy të hapur, domethënë që patjetër që është një objektiv i cili le të themi do ketë ato vështirësitë e veta, sepse jo gjithë qytetarët janë të përgatitur dhe të edukuar, domethënë edukimi i flas financiar
që mos kemi keq kuptojmë për këtë gjë, pra një edukim për sa i përket përdorimit të platformave të pagesave elektronike, jo të gjithë, pra domethënë pensionistët apo një kategori njerëzish mund ta përdorin, kështu që eliminimi i paras fizike, sepse dhe nga ana psikologjike domethënë te qytetarët domethënë ndikon pak sepse në një farë mënyrë nuk e sheh paranë, po para fizike të duket si një gomë rezervë në makinë, që ty gjithmonë ke një siguri që e ke, domethënë pavarësisht se ti nuk e shikon, ti mund bësh pagesa elektronike, por gjithmonë para fizike i jep një lloj sigurie vet individit për sa i përket, le të themi, çdo lloj situate. Është një objektiv, le të themi, ajo që thonë ju, pra domethënë dhe premtimi që është bërë nga qeveria shqiptare, por do shikohet rrugës se sa do përmbushet, domethënë dhe se sa do jetë nevoja që 100% e këtyre, le të themi, kontrollit të paras, domethënë, të arrihet nëpërmjet digitalizimit apo domethënë nëpërmjet platformave.